të ndryshme që janë bërë, premtime të ndryshme, ministra që kanë qenë aty për të apëruruar rrugën, punimet që janë bërë, dhe ende, si që duket, problemet nuk do të ndalojnë të kjo pjesë e rrugës. Po, si është gjendja tash, e përmenda, pra do të kemi Diona Krasniqin, kolegen time, cila do t'jetë vazhdimisht në ankesa, do t'jetë zëri i juaj, përmes lidhjeve direkte për të transmituar atë që shpesh është e padukshme për syrin e institucioneve. Diona, je tek Magjistralja Prishtinë-Mitrovic, mirëmëngjesi dhe si është gjendja tash? Mirëmëngjesi, Orta, mirëmëngjesi. Para se... A mundet regjia veç me mandal mu pak zoni se o ka vjen zoni 2 herë. Do me thonë, Ortë, jemi këte Magjistralja Mitrovic-Prishtinë, edhe pse para një muaj është përuru rruga, mbetet, nuk e di, kjo rrugë prishet shpesh, edhe sa s'ka vetura, hajde se i ndali vetura atune, edhe tregoje pjesën e rrugës se qysh duket, edhe po kjo pjesë e rrugës e bën kolonën edhe ma gjatë Mitrovic-Prishtinë, ardit hajde mos u frikso kamerman prej veturave se i ndali une. Edhe tregoj edhe pjesën poshtë, është gjendje që po e sheni vetë mas miri, jo mu ardit, rrugën. Rruga ka problem, jone. Edhe... Po, kjo zakonisht e bën edhe kolonën e madhe, që ata që udhtojnë Mitrovic-Prishtinë hasin për ditë, edhe